Shqipja. Shqipja është një kolege, si them do, se Shqipja është gazetare, është një gotë që ka dal nga spektakli për Puthen. I ben Blushi dhe Olca Muhamedaj, por është një vajzë që është e virgjër në çdo drejtim. Nga truri deri poshtë e këmbët, edhe është çik hipokrite, ka fjalë që unë jam lidhur me Shqipen, po unë e kam thënë gjithmonë më mirë lidhe me tigrin e kopshtit zoologjik se sa me Shqipen. Me tigreshën? Po tigresh s'ka rëndësi, se tani kanë ardhur kohë moderne, mjafton të ndjejmë shurimat e kohës, por jemi dy tipa të kundërt edhe të njëjtë, kështu që ja, gazetarja më shkruan mua, pyete Bledin, a ke qenë i lidhur me Shqipen? Po pra. Kur do marrë emisionin do flasim bashkë, që ma ke ndryshuar komplet. Ja, e them publikisht, është një shoqe mirë dhe kaq. Shqipja ka një lidhje të fortë me familjen e saj, vllajën, nënën, baban. Kështu që nëse merr për Shqipen grua, do marrësh me ofertë, do marrësh dhe 4 veta të tjerë. Është një vajzë që nuk ndahet. Ku ndjes se ta bëra pyetje pastaj? Jo, është shumë Jo ta bëra pyetje, po është zakonore, është. Unë jam tek njerëzit liberalë, të njerëz që dinë të jetojnë dhe shijojnë, kështu që Shqipja të verë të partia e Sali Berishës, të konservatorizmi i tyre.